për buhet edhe na për Po ka organizime tilla që bujnë kështu. Po, e di, e kam parasysh. 25 vjetore në këtë mesoj. Për më nol pak te matura, është interesant se e kom posta një postim ma moti para disa viteve, edhe dallimet mes vendeve evropiane dhe këtu knena ballkanike. Fjala matur përdoret zakonisht te këtu vendet slave, tu përfshi Kosovën, Shqipërinë. Prej vendeve më të zhvilluara që e përdorin fjalën matur ose i matur ka kaluar më një fos tjetër të maturijës, kisha më thonë ka qenë Ukraina. Te vendet e tjera të Evropës quhen si student. Te vendet skandinave përdoret termi student. Ata e zhvillojnë maturën në Skandinavi, kryesisht gjatë gjithë verës. Pasi ti përfundojnë domethënë gjimnazin ose shkollat e ndryshme profesionale, vazhdojnë me targetue në universitete të cilat kanë dëshirë me ndjek studimet, e mandej mbrana universiteteve për gjithë verën krijohen lloje ndryshme të grupeve që vazhdimisht ka komplet rekreacion gjatë komplet 3 mujosh derisa të fillon studimi. Do thot ata bojnë jo veç me naja, me muzikë, po edhe kanë aktivitete tjera që... Pikërisht. Është ma shumë si domethënë zhvillohet duke përfshirë rekreacionin, gorat e ndryshme sportive, edukative, edhe gorat e ndryshme diturisë. Kështu pak ka shumë zhvilluar në Skandinavi. Kur po tregojnë të sa larg më duket Kosova që më pas kësi maturë. Këtu te na është pak më ndryshe edhe që është ma keq, për që ta edhe pranova ftesën, se po ta dëshirë me bu një digresion mes neve na sena shumë larg, në 2011-2012 ka qenë shumë ofër, edhe kolegët e mia edhe unë na kolegët bashk, na shta kena mendu për mbrëmjen veç një javë para se me orë mbrëmja. Ndërsa tash, se po mbjen tash me këtu gjeneratat e reja po ka shumë me post punë edhe dikon prej shtatorit vitit kaluar, qikat vazhdojnë me menu çfarë fustani kanë me vesh, mes me bo publik, me rujt atë fustan se mundet me ta marrë dikush, ose atë tesh. A jeni do nuk une vete jo, se? Jo, nuk është kështu. Kështë prej shtatorit? Prej shtatorit vitit kaluar, prej fillimit klasës 12, realisht në klasën e 12 nuk zhvillohet mësim. Fatkeqësisht. Qysh nuk zhvillohet mësim? Ka ke morë këtë konkluzion? A? Ku e morë këtë konkluzion? Ku morë konkluzion kryesisht te punëtorët që i kam pas, te praktikant që vinë te une me bë praktikën, vazhdimisht mënyra që komunikojnë ata, edhe unë i pyes se jam interesuar. Ata punëtorë çka janë? Ata janë praktikantë të shkollave mjekësore, po. Që vinë bojnë praktikë. Nuk qëndran, aja peshtatorit nuk qëndran. Shdrejt apelojna për debat e marim njerë mendimin e se cilit dhe unë po të kallëzoj realitetin dhe unë po të kallëzoj ty që shumica e maturantave këtu po jep një vendim janë analfabet funksional. E ke targetu Shdrejla? Realisht nuk din as shkrim lexim. Jo, nuk din, ato që a shkruj nuk e kuptojnë. Klasa 12 ha? Po, nuk e kuptojnë. Jo, mo. Kam poste raste kur se kam dhënë mësimun e 1 vjet. Vlerësimi juaj. Kam dhënë mësimun e zotni. Kam dhënë mësimun e 1 vjet të gjeneratat domethënë që e kanë përfunduar maturën, viti por fakulteti i dytë dhe i treti, dhe kur 60 studenta domethënë pyetjet bazike nuk janë gjendje më përgjithshme.